Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Halleluja. Në këto ditë festive që ne presim, pra 28 dhe 29 nëntorin, me gjithë historikun dhe aktivitetet e shumta propaganduese që bëhen, ato nxisin tek ne shqiptarët, kudo që të jemi, ndjenjat dhe qëndrimet patriotike dhe nacionaliste. Kemi dëgjuar shumë për patriotizmin dhe nacionalizmin, por na del një pyetje që ndoshta dhe shumë nuk e dinë dhe nuk I ndajnë. Çfarë është më mirë, të jesh patriot apo nacionalist? E para, termi patriot vjen nga fjala e lashtë greke patrios, që thot etrit e dikujt, dhe që vjen nga patries, atdheu. Fjala patriot zbatoi nga grekët e lashtë për barbarët që perceptoheshin si të paqytetruar ose primitiv, të cilët kishin vetëm një patrias ose adet të përbashkët. Por ky term mori një konotacion tjetër në Evropë në shekullin e 15, një kuptim më gjithëpërfshirës për të gjithë bashkëadetarët me origjinë nga ai vend, pavarësisht nga statusi social dhe ekonomik. Në fjalorin shqip, patriot do të thotë ai që do atdheun dhe popullin e vet dhe që u shërben atyre me besnikëri, ai që lufton me vetmëim për të mbrojtur interesat e vendit e të popullit të vet, ose quhet atdhetar. Patriotizmi është një ndjenjë dhe një qëndrim I domosdoshëm për popujt për të mirën e vendit, madje e frymëzon edhe Bibla dhe Kisha Apostolike Katolike Ortodokse, sigurisht jo në kuptimin shovinist që manifestohet me urrëtie të popujve për njëri tjetrin, por me patriotizëm, do me thënë, me atë dhe dashurinë, që është një ndjenjë dashurie dhe sakrifice për tokën atërore ose amësore, vendin që kemi lindur dhe jetojmë si kombë dhe popull, jo vetëm në kuptimin racor të gjakut apo dhat, por edhe në atë shpirtëror, në kuptimin fetar, në vendi që Zoti na I ka falur dhe ja ku ne mblidhemi për të adhuruar dhe falendëruar Perëndin në këtë vend. A dhe dashuria është përmbushje e gjithë porosive të ligjit hyjnor, ashtu si na mësoi vetë Zoti Jezu Krisht që e përmblodhi të gjithë ligjin në 2 porosi. Duaj Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhri I parë dhe më I madh, dhe I dyti, I ngjashëm me këtë është: duhet të afërmin tënd poshtë si veten tënde. Nga këto 2 urdhrime varet I gjithë ligji dhe profetët. Prandaj, ai që është besimtar, ne po flasim për besimtar të krishterë ortodoks, ai duhet të jetë një patriot I sinqert. Patriotizmi autentik bazohet në filantropinë e sinqert si të vetë Krishtit, që është Zoti dhe njeri, I dëshmorëve që ranë nga dashuria sublime për Zotin, për të afërmin, dhe si përmbushje e dashurisë dhe këta si bijtë të zgjedhur të kishës dhe të kombit u dalluan në luftra të mëdha sakrifikuese, që ranë për fe edhe për atë dhe. Për këtë arsye, Kisha Apostolike Ortodokse ka me mira dëshmor që ranë për dashurinë e Krishtit, por edhe nderon ata që ranë për mbrojtjen e atdheut, që I përfaqëson flamuri kombëtar dhe ai kishtar, që ka shumë ngjashmëri në mes tyre. Po të shikojmë flamurin ton kombëtar, që është flamuri I kuq me zhgabën e zezë, ngjan shumë me flamurin e Kishës Ortodokse, që është me fushë të verdhë edhe me shkabën e argjend. Duhet dim se të 2 këta flamur kanë origjinë nga Bizanti, pra nga perandoria e krishterë 1000 vjeçare, ku si kryeqendër kishte Konstantinopojën. Aty ishin këto flamur, prandaj edhe Shqipëria ose Arbëria me në krye Gjergj Kastriot Skënderbeun e mori flamurin e Bizantit dhe mbajti sistemën statusin që ai kishte, por edhe të vendit. Dhe me atë flamur ata luftuan dhe fituan kundër hordhive osmane.
Madje kur ra Konstantinopoli në 1453 në sundimin Osman, Skënderbeu e mbajti flamurin e Bizantit dhe për 25 vjet të tjera që ishin fitoret e një pasqyrshme kundër hordhive osmane. Prandaj ka një lidhje të ngushtë të flamurit ton kombëtar me flamurin kishtar, por dhe me perandorinë e krishtere të lindjes ose perandorinë bizantine. Kjo është arsye që në liturgjinë hyjnore që ne të krishterët e bëjmë, që quhet lutja zyrtare e kishës, Kisha ortodokse lutet me nderim për ata që ranë për fe dhe për atë dhe. Pra është një lutje që i drejtojmë Perëndis për dëshmorët të cilët dhanë në mënyrë sublime jetën e tyre për dashurinë ndaj Zotit, por edhe ata që dhanë jetën e tyre sublime në dashuri ndaj të afërmit. Dhe kjo përkthehet në dashuri ndaj vendit, ndaj dheut, sepse nuk e japim jetën ose nuk sakrifikojmë thjesht për gurët dhe drurët dhe pemët, por për njëri tjetrin që jetojmë në një vend të përbashkët. Prandaj, në qoftë se duhet të jemi patriot të vërtet, duhet të nderojmë dhe imitojmë ata që Zoti, kisha dhe vetë shteti i nderon me menjoje dhe për sakrificat e tyre sublime. Kjo është arsyeja që në datën 28 të nëntorit Kisha Ortodokse ka një shërbes të veçantë, shërbesën e flamurit. Asnjë pojimi tjetër besimi nuk e ka këtë shërbes që kemi ne të krishterë ortodoks. Sepse ne të krishterë ortodoks nderojmë dhe si thash dhe lutemi dhe në lutjen zyrtare që ka Kisha për ata që ranë për fe dhe për atë. Dhe të dy këto grupime simbolizohen dhe me flamurin, prandaj dhe për ata që ranë për fe simbolizohen me flamurin e Kishës, dhe për ata që ranë për atë me flamurin kombëtar, që Kisha ortodokse e vendos në qendër dhe ka një doksologji drejtuar Perëndis në falënderim Perëndis triadik që formoi kombet, por edhe kombin dhe popullin shqiptar dhe na dha këtë territor që është shumë i bekuar, dhe për të gjithë ata që luftuan gjatë shekujve dhe do luftojnë deri në fund për të mbrojtur atë dheun. Kisha ortodokse pra këtë e bën në nderim të këtyre dëshmorëve dhe si një mësim atë dhe dashurie për vendin. Sepse ai që do Zotin, ai do dhe atë dheun e vet. Këto janë të dyja të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Nuk mund të jesh besimtar dhe të mohosh atë dheun tënd, dhe e kundërta në qoftë se ti do atë dheun, do dhe Zotin që ta ka krijuar dheun dhe vendin ku ti qëndron. Por le të flasim tani edhe për një tjetër nocion që e kemi dëgjuar, nacionalizmi. Nacionalist në fjalorin shqip do thot adhetar që kërkon shlirimin e vendit nga pushtuesit e huaj. Kurse nacionalizëm do thot ideologji dhe politikë reaksionare e borgjezisë së një vendi, e cila vë interesat e veta të ngushta klasore mbi gjithçka, duke paraqitur si interesat të gjithë kombit, dhe e quan këtë më e prorë ndaj kombeve tjera dhe ndez për çmimin dhe armiqsinë ndaj tyre. Pra, termi nacionalist është një term që vërtet mund t'i bashkojë ata të një vendi, të një gjuhe, por i ndan me komshin, me ata që janë përtej kufive. Edhe pse termi nacionalitet shumë herë përzihet me termin komb, përsëri ky term është faqur në shekullin 19, ku kemi formimin e shoqërisë industriale në grupe të ndryshme të quajtur nacionalitete. Nacionalizmi shtetëror e ka bazën nga marrëveshja paqësore e Vestfalis në vitin 1648, ku mbas një lufte 30 vjeçare mes protestantëve dhe katolikëve gjerman, kishte një zgjedhje paqësore dhe aty kemi edhe fillimin e krijimit të nacionalitetit, shtetit të ndar nga ajo perandori katolike të perandorisë së shenjtë romake të kombit gjerman. Sipas këtij modeli kërkohet edhe sot formimi i shteteve të reja ose nacionaliteteve në një botë multietnike dhe kulturore. Por nacionalizmi, ndryshe nga patriotizmi, që është më solid në themel dhe përmbajtje, kur harohet barazia dhe drejtësia mes njerëzve, shpesh degeneron dhe bëhet formë ekstreme e degeneruar e patriotizmit.
e mbushur me një ndjenjë solidariteti ndaj vendeve dhe shteteve tjera që përjashton dhe nxit armiqsinë ndaj kombeve dhe shteteve të ndryshëm. Nacionalizmi i keq kuptuar dhe i keq përdorur degenerohet, aq sa shumë e cilësuan, për shembull Samuel Johnson thot, streja e fundit e horrave është nacionalizmi. Bëhet streja atyre horrave, në thonjza flasim, si të filozofëve të dëshpëruar, e cinikëve, e biznesmenëve apo politikanëve lakmiqar, mizantrop, e të korruptuarve dhe të deskrituarve në popull, e fetarëve ekstremist, hipokrit dhe pamoral, e dështakëve, e të marrëve, e përtacëve, e sharlatanëve, e mashtruesve dhe gjithë atyre që janë me vese dhe nuk duan të ndryshojnë, të cilëve nuk ju ka mbetur asgjë për të mbajtur në turmën përveç larkujësisë së turpeve, të padrejtësive dhe mashtrimeve të tyre publike, por vetëm duke përdorur dëshpërimisht gjethet e nacionalizmit, domethënë duke hedhur mbi supë një flamur kombëtar të nderuar si një leckë që me këtë mënyrë ata të mbulojnë vulgaritetin e tyre dhe kështu pra ata vetë turpërojnë flamurin ashtu si dhe vendin e tyre, duke treguar si pjesa më e shëmtuar e shoqërisë njerëzore dhe më e rrezikshme e një kombi dhe vendi. Këta janë pra nacionalistët hipokrit që duke shfrytzuar dhe këto ditë që neve i kemi ditë festash kombëtare, ata shfaqen me flamur, por vetëm tundin flamurin, por ne e dim që ata nuk kanë bërë asgjë për vendin. Ata nuk janë adedashës, përkundrazi, ata janë shkatrues të vendit, me vjedhje, me mashtrime, me shkatrime dhe shfaqen si nacionalist, duke hedhur, siç thash, në krah një flamur. Por nuk të bën kjo adedashës, prandaj duhet kemi kujdes nga këto, si them, nga këto lloj lojrash ose nga këto lloj inskenimesh që bëjnë të tillë njerëz, duke pretenduar se ata thjesht e duan vendin e tyre, sa mirë me ken shqiptar dhe vetëm kaq, por çfarë bëjnë për Shqipërinë këta njerëz? Çfarë bëjnë? E vjedhin, e shkatrojnë, e turpërojnë. Prandaj, për hir të vërtetës, nacionalizmi është një virus që ka prekur shumë dhe shoqërinë dhe vendin tonë, me shumë paradokse dhe padresi, ashtu si episkopi Indier Fanoli ka thënë për Shqipërinë e përdorur nga horrat, patriotët falso, të maskuar me flamurin dhe me slogane populiste. Shikoni çfarë ka thënë Fanoli. Këtu brenda një dite si me magji, tradhtari bëhet patrioti i madh dhe patrioti bëhet tradhtar. Prandaj nëse duhet i shërbejmë dhe të lartësojmë vendin tonë të dashur, që na e ka dhënë Perëndia, që na e ka dhuruar si vend ku të jetojmë, të bashkëpunojmë, të kontribuojmë, duhet jemi dhe të kultivojmë patriotizmin, atë dashurinë e përgjegjshëm dhe nacionalizmin e shëndosh, si shtetar të ndershëm që mendojmë mirë çdo ditë të jetës sonë sipas dhuratave dhe kontributeve që na i ka dhënë Zoti, por edhe vendi me arsimimin, duke respektuar, bashkëpunuar dhe me vendet e tjera fqinje, duke bërë faktor paqe mes popujve dhe rajon, por në qoftë se është e nevojshme edhe kërkon detyra të japim edhe jetën për të mbrojtur vendin nga agresorët dhe të bijem edhe ne dëshmor. Ndryshe, ne kthehemi në një turm që na drejtojnë dhe na manipulojnë horrat për interesat e tyre egoiste, antikombëtare, antihumane, partijake dhe na drejtojnë dhe na marrosin në delirin e nacionalizmit. I keni dëgjuar disa nacionalistë të marr, sikur ne shqiptarët jemi ne populli më i zgjuar i botës, gjua jonë është gjua më, si them, gjua e angjëve, gjua e perëndive. Këtu ka filluar jeta, të dashur të krishterë dhe ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Nuk të bën kjo patriot. Nuk bën patriot duke gërthitur në këtë mënyrë, duke quajtur veten mbi njerëzor dhe tjerët të ulur. Kjo na ka dëmtuar, kjo na izoloi gjatë periudhës së ateizmit, komunizmit, ku neve mashtroheshim dhe na thonin propaganda që ne jemi fanar, ndriçues që ndriçon botën, e rrësuar nga varfëria, nga ignoranca. Por kur hapëm syt në botë, ishim ne ignorant dhe bota ishte shumë e ndriçuar dhe zhvilluar se ne, ishim ne fukarejn deri në atë mizerje dhe bota në atë kohë kur ne s'kishim të hani na mbajti me bukë dhe kur flas bota për fqinjet që kishim rreth e qartë. Prandaj duhet kemi kujdes nga këto nacionalizma të smur,
Sepse këto jo vetëm nuk shërbejnë, po këto dhe na turpërojnë. Mos bini prej këtyre. Duhet të jemi me këmbë në tokë. Të vlerësojmë atë që është vërtet e jona, kontribut i të parëve tanë, dhe mos mi vlerësojmë gjëra që nuk janë tonat, dhe aq më tepër ti injorojmë të tjerët. Duhet të bashkëpunojmë. I Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. Të gjithë jemi njerëz, shqiptar, grek, serb, italian, meret gjithë, të bardhë, të kuq, të verdhë, të gjithë jemi njerëz, kemi një ADN. Në këtë botë jemi të ndarë në kombësi, në vende dhe duhet të respektojmë, por neve si krishterë ortodoks shërbejmë vendit, por ama qytetaria jonë, thot Apostulli Pavli, është në qiell. Neve këtu në Kish nuk kemi nacionalitete. Ne nuk i ndajmë njerëzit që ky është i huaj, kurse ky është shqiptar, ky është i racës tonë, ky jo. Jo. Kisha e mban derën hapur për të gjithë dhe këtu pushojnë nacionalitetet, ndasit. Këtu të gjithë bashkohen në besim, në adhurim, në falënderim, por dhe në kontribut të përbashkët. Prandaj këtu në Kish, po ta shikoni, kemi shenjtor nga vende të ndryshme, nacionalitete të ndryshme, të gjuhëve të ndryshme, të gjinive të ndryshme. Të gjithë janë një në Krishtin. Çfarë thot Apostulli Pavli? Nuk ka më grek dhe judej, nuk ka më lirë dhe sklev, nuk ka më dhe burr dhe grua. Të gjithë janë një në Krishtin. Pra ne jemi krijesë e re. Kështu që ne krishterë ortodoks kontribojmë për patriotizmin e shëndosh, patriotizmi që do të thotë dashuri e vërtetë ndaj vendit dhe jemi kundër nacionalitetit të sëmur. Nacionaliteti i cili jo vetëm që na dëmton, po na turpëron. Pra, në qoftë se neve festojmë këto festa që janë festa kombëtare dhe duhet i festojmë, dhe si thash Kisha Ortodokse datën 28 nëntor ka doksologjin e flamurit dhe nderon për ata që janë për fe dhe për atë, por dhe festa e 29 nëntorit dhe për atë aty nderohen ata që janë në luftën nacional shërimtare. Pra ne duhet i nderojmë ata dhe duhet përkulemi, sepse nëse sot kemi atë, kemi paqe, kemi nëpërmjet jetës sublime të atyre, ose sakrificës sublime të atyre. Prandaj duhet i nderojmë martirët dhe gjithë kontributorët, por ne nuk duhet jemi të frustruar. Pra, të manipuluar nga ata që kërkojnë të mashtrojnë turmat, të cilat i vjedhin, i mashtrojnë, i gënjejnë gjatë gjithë vitit dhe për këto ditë festash ngren një flamur edhe hiqen sikur ata janë shpëtimtar të kombit. Sepse ndryshe atëre festa e pavarësisë ose festa e çlirimit kthehet në një argëtim pa qëllim, pedagogjik, pa dhe dashuri dhe pa një nacionalitet të shëndosh ose nacionalizëm shëndosh, dhe flamuri që është kaq i vyer për ne kthehet thjesht në një bezë të kuqe për dekorim propagandistik që s'ka ndikim tek ne, ashtu si dhe Gjergj Fishta ka thënë. Flamuri kombëtar nuk ka çfarë bën ndër ne, po se dashni nuk kemi për atë. Pra, po e mbyll edhe këtë bisedë me këto fjalë të një tjetër kleriku, i cili ka dhënë kontributin për vendin, Gjergj Fishta, shumë i njohur, Gjergj Fishta, siç përmendëm dhe episkop Fanonin, të cilët ata vërtet duke besuar te Zoti, duke dashur Zotin, ata kontribuan edhe për adheun dhe dhanë mësime të vëra që ne duhet i mbajmë sot. Kështu pra, të dashur të krishterë, për shumë vjet festën e pavarësisë, por dhe të çlirimit. Amin.